Kryetari i OVL-s dekano Prizren Isa Berisha njofton se nesër përkujtohen dëshmorët e lirisë në gjatë Fanaj, Beamir Memaj dhe Hajdin Rahmanaj. Ai për televizionin Besa njofton familjar të dëshmorëve, invalid e veteran të UÇK-s, si dhe të nderuar qytetar. Ju ftojmë të merrni pjesë në përkujtimin e betejës së Buqës, e cila u zhvillua më 28 korrik 1998, kur një grup ushtarësh të UÇK-s duke u kthyer nga Shqipëria pasi kishin siguruar armatim, ranë një prit të armikut. Në këtë betejë ranë heroikisht në altarin e lirisë dëshmorët në gjatë Fanaj dhe Beamir Memaj, ndërsa gjatë luftës në vitin 1999 ra heroikisht edhe Hajdin Rahmanaj nga fshati Kobaj. Me respekt e mirënjohje të përjetshme për sakrificën e tyre, ju ftojmë të bëni pjesë kësaj dite përkujtimore për të nderuar veprën dhe idealin për të cilën ata dhanë jetën, ku në ora 10 fillon me homazhe në varrezat e dëshmorëve në Landovic e pastaj vizitohen vendet e rënies së këtyre dëshmorëve, duke filluar nga fshati Kobaj në orën 10:40 për të vazhduar edhe në vendet e tjera.